Fiks Mimoz, kjo që thua ti është shumë e sakt. Pra ka kohë që Kosova nuk ka bërë progres në rrugën e saj integruese. Por as nuk po flitet madje. Madje as nuk po flitet. Pra përqendo është edhe ma i sakt, që nga viti 2016, nga 1 prilli i viti 2016, përqendo edhe ma i sakt, Kosova nuk ka bërë mo as një hap drejt antarësimit në BE. Bosnia ka bo, Shqipëria ka bo, Maqedonia e Veriut ka bo, Malizi ka bo, madje edhe Serbia ka bo. I vetmi vend i cili tani po thuaj 10 vite nuk ka bërë as një hap, është Kosova. Pra ne jemi fiks sot në të njëjtën pozitë në rrugën tonë integruese ku kemi qenë në vitin 2016. Dhe këtu përgjithësinë për këtë duhet të ndajmë në 2 pjesë. Me një anë, përgjegjës është Bashkimi Evropian. Pra, për cilën pjesë është përgjegjës Bashkimi Evropian? Pra, Bashkimi Evropian nuk ka arrit që të gjejë një shteg i cili do avanconte rrugën integruese të Kosovës në të njëjtën dinamik si që avancoi rruga integruese e vendeve të tjera të rajonit. Kur jemi këtu, indihmoi Bashkimi Evropian të tjerët të avancojnë në këtë shteg, ose indihmoi ta gjejnë atë shteg drejt avancimit? Çfarë forme? Patjetër. Pra nëse ne sot, dhe ky është edhe pjesë e studimit tonë, nëse ne sot shikojmë Kosova në vitet e fundit, në fakt, ka treguar institucionet e Kosovës, kanë treguar performancë më të mirë se vende tjera të rajonit në zbatimin e reformave evropiane. Por Kosova nuk është përblyer me avancim të rrugës saj integruese nga ana e Bashkimit Evropian. Pra kjo është empirikisht e dëshmueshme, bazuar në vetë vlerësimin e Bashkimit Evropian. Pra vetë Komisioni Evropian pranon që Kosova, vitet e fundit, ka treguar performancë më të mirë në ndërmarrjen e reformave, më të mirë se Serbia, më të mirë se Maqedonia e Veriut, më të mirë se Malizi, më të mirë se Bosnia, por nuk është përblyer me avancimin e rrugës së integruese. Po ajo tërësisht faji është tek ne. Tani, siç thash, ndohet 2 pjesë. Një pjesë e përgjithësisë është BE-ja, e cila nuk ka gjetur atë konsenzusin brenda vetes, që të avancoj rrugën tonë integruese kryesisht për 2 arsye. E para është mungesa e njohjes nga 5 vendet të Bashkimit Evropian, arsyeja e dytë është dialogu me Serbinë. Pra një pjesë përgjithësisë e bart Bashkimi Evropian. Një pjesë tjetër të përgjithësisë mbajnë institucionet tona, cilat viteve të fundit në veçanti kanë refuzuar të ndërmarrin kompromise në kuadër dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, cilat do të avanconin rrugën tonë integruese. Për te asociacionit që i dim si një nga faktorët që e ka mbajtur pezull, peng, gjithë procesin e dialogut, çka tjetër do të mund të quhej kompromis e që do të ndihmonte Kosovën në agendën, në reformën evropiane? Pra nëse flasim për dialogun, duhet jemi sinqert dhe të themi që kryesisht, nëse jo ekskluzivisht, është asociacioni. Dhe nuk ka arsye të tjera që mund ta marrin. Në kuadër dialogut ton kjo është ajo pengesa kryesore, kjo është ai kompromisi kryesor i cili kërkohet nga Bashkimi Evropian dhe është diçka e cila në mënyrë të qartë dhe transparente thuhet edhe nga vetë BE-ja me insistimin e tyre që ne ndërmarrim hapa drejt formimit të asociacionit. Por institucionet e Kosovës në anën tjetër po shohin që BE-ja nuk është e gatshme. Nuk është e gatshme për këtë kompromis të Kosovës të tregoj vullnet politik për avancimin e spaku ka dyshim. Institucionet e Kosovës spaku kanë dyshim që BE-ja është e gatshme të avancojë rrugën tonë integruese edhe nëse ne ndërmarrim një hap drejt themelimit të asociacionit. Pra jena mbyllur në një qark
Është në rregull kjo? Është kjo praktikë që është aplikuar edhe me të tjerët, pra problemet politike të një vendim në raport me një fqin të ndikojnë në këtë agendë, apo është hera parë që BE-ja vepron kështu me Kosovën? Siç kishte frikë që edhe në procesin e liberalizimit mund ta përdorte dialogun e Brukselit për ta prolonguar tutje izolimin. Është një praktikë që është përdorur dhe përdoret nga ana e Bashkimit Evropian, vetëm shikoni tek fqinji yna, Maqedonia e Veriut. Pra agenda integruese e Maqedonisë Veriut u bllokua për 30 vite. Për 30 vite u bllokua për shkak pas marrëveshje me Greqinë. Pra kjo është nuk është diçka e panjohur për procesin e zgjerimit në rajonin tonë. Çështja është tani, kjo çështje merr tani edhe një dimension tjetër në sfondin e zhvillimeve gjeopolitike sot në botë. Pra ne shohim që vendeve sikur Ukraina, përkundër që ballafaqohen me një pushtim tegër, të padrejt, përkundër qenurit viktim, prap sot ju kërkohen kompromise. Do dalim në atë sferë, por duat mbetim edhe pak të ky rrugtimi ynë. A nuk do duhet që të merreshin parasysh lëvizjet para në aspekte shumë substanciale, siç është përmbushja e pikave reformave që parashihen strikt me agendën. Dhe pastaj këto problemet politike krejt në fund të vijnë ndoshta si kushti i fundit, por në ndërkohë të ecët me hapa përpara. A do duhet kjo të ishte rregull ose parim bazë në krejt këtë proces? Pra me fjalë tjera jeni duke thënë shumë sakt që nëse kisha rifrazuar është që dialogu nuk duhet të uzurpojë gjithë agendën tonë integruese. Pra kemi gjëra tjera në jetën tonë për te dialogut. Dhe kjo është pikërisht çfarë edhe ne jemi munduar të adresojmë përmes publikimit këtij barometrit të reformave evropiane sot. Pra kemi dashur që të spostojmë pagës çështjen e dialogut dhe të kthejmë vëmendjen tek gjëra të tjera. Në procesin tonë negociator, ne do të negociojmë në 35, me Bashkimin Evropian, në 35 kapituj të ndryshëm të Bashkimit Evropian. Dialogu është vetëm njëri nga këta 35 kapituj. Pra ne do diskutojmë më BE-n për mbushjen e reformave në fushën e bujqësisë, në fushën e mjedisit, në fushën e arsimit, në fushën e reformës administratës publike. Pra gjitha këto fusha ne duhet ndërmarrim reforma për te çështjes së dialogut. Dhe sot shembull, ne kemi pasur përfaqësues 2 ministrive, pra Ministrin e Bujqësisë dhe zëvendës Ministrin e Drejtësisë, ku shembull kemi diskutuar çështjen e matrikulimit të kafshëve.